Miqtë Radio Ngjallje, jemi në zyrën e bërthamës së trashëgimisë së Kishës Ortodokse, jemi me përgjegjësinë e saj me zotin Gentian Stradobërda. Në fakt, me zotin Gentian ne kemi zhvilluar disa intervista rreth pasurive që posedon kisha jonë dhe rreth restaurimeve që kisha jonë ka bërë për gjatë këtyre dekadave. Në fakt, sot kemi një temë të veçantë, do të flasim pikërisht për manastirin e Shën Kozmajit, një nga manastiret ndoshta më të bukur të Myzeqes, por edhe një manastir shumë i rëndësishëm për të gjithë besimtarët ortodoks brenda dhe jashtë vendit. Profesor, ne ju falenderojmë shumë që jeni sot me neve. Ju shprehemi njohje për gjithë këto temat që kemi zhvilluar së bashku, na keni dhënë njohuri dhe informacione të jashtëzakonshme që do t'u vlejnë, themi, jo vetëm të gjithë atyre dashamirësve, por edhe njerëzve të fushës, do t'i përdorin këto materiale të ardhmen si bazë për të zhvilluar, ndoshta edhe për të mësuar më tepër, pikërisht edhe rreth arkitekturave të kishave tona. Në fakt, sot do të dalim të flasim pak për manastirin e Shën Kozmajit. Ne dim që ky manastir nuk u shkatrua gjatë periudhës së komunizmit, por mbeti ashtu i braktisur. Çfarë u gjet dhe çfarë keni kryer atje, çfarë ka bërë Kisha Ortodokse, sepse sot ka ndryshuar komplet dhe një nga manastiret më të bukura, themi, të Myzeqes. Është një temë e veçantë realisht. Është një nga objektet të cilët bërthamja e trashëgimisë ka restauruar me shumë kujdes në vite, duke filluar që nga momenti i parë i zbulimit të këtij manastiri. Them zbulimit sepse Perëndia e ruajti vetë këtë manastir. Ne themi që u mbuluam me balt një pjesë e një kote të caktuar të manastirit. Njerëzit e Myzeqes, ata që bënin pelegrinazh në atë vend, shfrytëzonin gjysmën e kishës së Shën Kozmajit. Pra, kisha ishte përshtatur me një kotë të caktuar, po themi gjysmë e kotës ishte në nën balt. Balti e ardhur nga shpërthimet e pakontrolluara të Semanit dhe të argjinaturës, e cila ishte në ato periudhë që ka ndodhur kjo katastrofë, po themi, në sensin e domethënë natyrale. Ishte pa argjinatur dhe kjo solli që gjithë manastiri të zhytej, mbeten i konservuar ose i ngurtësuar në një balt e cila ishte kthyer në tokë dhe pastaj në atë kuot njerëzit shfrytëzonin. Pra kur futeshe në kishë, futeshe dhe kisha ishte shumë e ulët. Pra gjysma e dytë e kishës. Dhe pra Perëndia e ruajti. Ndoshta nga që Perëndia e ruajti në këtë formë dhe njerëzit duke qenë se ishte një kish ose një grup ndërtimesh kishtare i zhytur në balt, nuk e pa si qendër të rëndësishme për ta shndëruar, për ta prishur, për ta kthyer në një ambient tjetër, siç ndodhi në këto vitet e famshme 67-68. Por e la ashtu dhe njerëzit e shfrytëzonin, i kishin hapur një derë në atë kuotën sipër, që ishte normale, ishte natyrore fare. Dhe ashtu u gjet nga Kisha Ortodokse si manastir, domethënë, dhe pak gjëra dilin mbi këtë balt masive që ishte. Kryesisht ishte ditë kisha kryesore, kisha e Shën Kozmajit, dhe shumë pak nga gjurma e mbetur e kishës së Shënmërisë, që sot e kemi dhe kemi ngjitur. Pra ajo që ndodhi në mënyrë shumë natyrale, pra Perëndia vetë, siç ndodhi dhe që mos i kthehemi historisë, mënyrës se si u ndërtua manastiri në atë vend ku Shën Kozmaji u vra dhe u gjet trupi e tjera, domethënë ato janë gjërat, si thua,
të krijuara si histori në mendimin e Perëndisë dhe mendimin e njerëzve dhe besimtarëve, aktorëve të Perëndisë në tokë, po themi. Dhe filluan pelegrinazhet njëkohësisht mbas viteve 90, njëkohësisht dhe Kisha Ortodokse, siç e dim, filloi të krijonte po themi aktivitete të kampingjeve të djemve atje, të cilët rrinin fillimisht me çadra, ishin patjetër të përkushtuar, njerëz të përkushtuar jo vetëm nga ana e besimit, por ishin të përkushtuar edhe nga ana fizike. Pra filluan që në kohën e lirë, në ato programet e kampingjeve, filluan edhe të gërmonin. Ne shohim ato fotografitë e asaj periudhe, ishin shumë të hershme, patjetër. Dhe i krahasoj nga vrulli, krahasoj me ato vitet pas lufte që filloi të rindërtohej vendi. Po dhe këto pamje, domethënë si vullnetar, po vullnetar real, jo vullnetar të stisur më vonë pastaj nga partia që i çonte të tjera. Këta, po themi, të rinjtë e kampingjeve në Shëngozman, në manastirën e Shëngozmanit, ishin vullnetar shpirtëror, vullnetar që vinte energjia që burim nga Perëndia. Dhe filluan të gërmonin, shihni njerëz me kanatiere që gërmonin, disa me lopata, disa me kazma, disa me karroca, merrnin dheun. Dhe gradualisht filluan të dilin në pjesë të tjera të humbura të manastirit. Dhe ishte surprizat ishin të panumërta. Filluan të dilin afreskët e kishës së Shëmërisë, Shëmëria fatkeqësisht gjysma e kishës së Shëmërisë, pjesa nga veriu dhe pjesa nga lindja, që është pjesë e altarit, e dhimës, kishin ngelur, pjesa tjetër është shkatruar nga ato lëvizjet e pa kontrolluara të lumit, të semënit, dhe njëkohësisht filloi surpriza më e bukur që dalja e afreskut të Shëngozmanit, po që ishte një afresk që në botën e njerëzve që kishin studiuar për Shëngozmanin, edhe historinë e krishterimit në përgjithësi, nuk kishin parë afresk që tregonte Shëngozmanin, pra ne gjithmonë i referojmë Shëngozmanit si shenjtor, por afresku ishte Shëngozmani si murg. Pra si një murg i thjesht, i cili kishte aktivitetin e tij në zonë të tjera, ato takimet që bënte me besimtarët dhe banorët e zonave të ndryshme, predikimet që bënte, ato si thua parashikimet ose ato domethënë profecitë e tij, domethënë që ne i dimë dhe që janë me famë. Pra ishte një afresk i kohës reale të Shëngozmanit atje. Pra i bërë mbas vdekjes së tij, por i bërë me një imazh real. Dhe është një nga ikonat, po themi, më të spikatura, më të bukura, domethënë dhe më mbreslënse që një njeriu mund të shohë për një shenjtor të caktuar. Dhe kjo ikonë u gjet në një pjesë, ne quajmë tash Paraklisë Shëngozmanit, pa atëherë ne nuk e dimë ç'a ndodhte. Dhe duke u referuar njëkohësisht edhe gjetjeve që ndodhen atje, u gjet guri i varrit të Shëngozmanit, i cili sot është po në pozicionin e vet mbas restaurimit. Dhe ky afresku dhe një pjesë e ajatit verior të kishës së Shëmërisë, të gjysmës së mbetur të kishës së Shëmërisë, ishte bërë apostafat për tu varrosur Shëngozmanin, pra një vend i veçantë. Pra dhe kisha është ndërtuar në këtë periudhë kur u ndërtua manastiri. Shëmëria ishte e hershme. Shëmëria ishte, domethënë, e shekullit të 17 si kishë, duke referuar edhe atyre elementeve që kanë ngelur nga kisha e Shëmërisë, dhe ishte një kishë edhe masive, pra dikur në atë zonë atje ka qenë e vetëm si kishë, dhe kishë e Shëmërisë, dhe që më mbrapa mbas vdekjes së Shëngozmanit, Shëngozmani varos në këtë Paraklisë, ne themi Paraklisë pa që kthyer në një lloj kishës të vogël, cilët njerëzit në periudhën para se të mbyte nga balta kjo kishë dhe zona atje, vinin dhe vizitonin Shëngozmanin, shenjtorin dhe varrin e tij. U gjetën pra këto element, filloi gradualisht të dilte, dolën shumë afresk në pjesën e brendshme të kishës, pastaj filloi të dilte pjesa e plot e kishës së Shëngozmanit, të cilës siç e dim u ndërtua më vonë pas vdekjes së Shëngozmanit me kujdesin e Alipashës, duke konsideruar një mik
dhe një njeri të cilët bashkohori i Ali Pashës, siç ishte edhe Shëngozmaj, dhe filloi të dilte gjithë pjesa e kishës, patjetër që punimet janë volume të mëdha. Pra një pjesë e mirë u bën nga besimtarët dhe nga rinia ortodokse. Një pjesë u bë pastaj më mbrapa duke bërë dhe punime gërmimi të mirëfillta, patjetër me kujdes dhe me shumë kujdes, sepse nga momenti në moment ti mund të gjendesh në rënoje, të cilat edhe mund të dëmtoje. Dhe gradualisht dolën kisha e plotë Shëngozmajt deri në Dysheme, dolën hajati, pjesa kati përdhe i hajateve rrethus të këtij manastiri, të cilat ishin datime të mëbonshme, pra po themi që ishin, mund t'i quajmë të njëkohshme me realizimin e kishës së Shëngozmajit, pra diku 1812 daton ajo kish. Dhe të gjithë harqet, gurët, patjetër disa kishin të rënë, disa ishin të dëmtuar, por gjithë materiali arkitektonik dhe arkeologjik ishte në zonë. Kështu që gradualisht na kapi viti, të themi 98-99, sepse këto punimet e para, gërmimet e para filluan në 94-95, me këto aktivitetet e para të kampingjeve. Na kapi me një manastir të tashmë të dalë në pa, po shumë të dëmtuar, pjesë të mëdhaja të manastirit të dëmtuara. Pra kishim një shënmëri e zbuluar gjysmë kish, po themi, gjysma ishte rënuar aq fort nga natyra, pra nga lumi, sa nga pjesa e jug perëndimit nuk ke as gjurmët e themeleve. Pra nuk kemi gjetur as gjurmët e themeleve. Fatmirësisht ka ngelur pjesa e dhimës që është kryesorja, pastaj ka ngelur pjesa e ajatit verior dhe murit verior të kishës, dhe ka ngelur dhe një pjesë e shtresës altarit në Dysheme, kishte ngelur dhe tryeza e shenjtë atje, e rrëzuar bashkë me kolonën e tryezës së shenjtë, bashkë me pjesën e sipërme të tryezës së shenjtë, pra të prezeri, po themi, që ne jemi mësuar të shohim. Pra të gjitha këto u kthyen, filloi një program shumë i mirë, fillimisht u restaurua kisha e Shëngozmajit, kryesorja pra, u restaurua komplet, një investim shumë i madh i kishës ortodokse, pra kisha ortodokse në atë manastir ka pasur një sër investimesh në vazhdimsi. Patjetër, është një mal me investime, sepse një mal me gur kishte atje, që të cilët ishin restauruar, po themi në mënyrë simbolike, dhe filluan kisha ose gjithë zona atje gjithmonë ishte rrezikuar në atë periudhë, pavarësisht se u hap. Por ama në momentin që kishte shira, në momente të caktuara, bushej me ujë, ishte pamundur të hyje atje. Dhe fillimisht u bën punime drenazhimi, pra çarje kanalesh, futje tuba shkullimi drenazhimit, grumbullime në pusetet të caktuara dhe të vendosur pastaj një puset kryesore, ku me pompë zhytse, e cila domethënë takohesh automatikisht me ngritjen e nivelit të turave, shkarkoheshin në krahun tjetër të argjinaturës në lumin Seman. Patjetër problematika ishin sepse si zonë fshati dhe siç ka qenë Shqipëria në atë periudhë, për orë të tëra apo për ditë të tëra, pjesa e energjisë elektrike mungonte, pra dhe kjo pompë nuk punonte. Dhe kur nuk punonte pompa se s'kishte energji, manastiri mbushej me ujë. Dhe në momentin që vinte drita elektriku mbas disa ditësh, fillon të punonte pompa, krijonte shumë probleme. Por mbajtja e ujit të depozituar krijonte probleme edhe të bllokimit të drenazhimeve. Pra ishte një si thosh, për ta mbajtur këtë manastir të hapur dhe funksional, ishte një kosto e madhe, njëkohësisht edhe kishim infiltrimet që vinin përveç këshirave, kishte edhe infiltrimet që vinin nga vetë argjinatura, sepse ishte një argjinaturë bërë në periudhën e monizmit, argjinaturë dheu, por patjetër që koha dhe mos mirëmbajtja e argjinature, lëvizjet e brusme të lumit të Semanit, bënin që argjinatura filloi të hollojë gradualisht. Të çajshet dhe filtrimet e këtyre ujrave të vinin në manastir. Ne patëm një program pra paralelisht me restaurimin e elementeve të mbetur të manastirit. Ishte edhe përforcimi i argjinaturës nga pjesa që i takonte manastirit, nga pjesa e brendshme.
një strukturë e madhe inxhinierike masive, e cila patjetër mori shumë metër kub beton, shumë kilogram hekur, por që i dha një zgjidhje përfundimtare, që bëri stopimin e çarjeve dhe shëmbjeve të mundshme të argjinaturës, bllokoi filtrimin e ujrave që vinin nga kjo argjinaturë dhe njëkohësisht na la ne mundësi të restauronim të qetë dhe në mënyrë shumë graduale pjesët e sipas hierarkisë dhe sipas vlerave, pjesët e mbetura të manastirit. Pra pastaj u zbuluan gjatë kësaj kohe dhe gjurmët e rrethimit të këtij manastiri, u konfigurua edhe një rrethimi i cili tash është funksional, të gjithë që shohin dhe shkojnë në atë manastir, ne e kemi si një lloj simboli, patjetër që kryesorja është sepse është manastiri i Shën Kozmajit, është manastiri i të shenjtit, dhe njerëzit e kanë si pelegrinazh, jo vetëm nga zona atje, por nga gjithë Shqipëria dhe edhe më gjerë se Shqipëria, por që mbajtja ose mirëmbajtja që bëhet aktualisht nga stafi ta themi, ose nga murgu i cili po themi ka dedikuar jetën atij manastiri, dhe që është kujdesur që ai manastir domethënë tani të jetë i lulësuar, të jetë i bukur, pra t'i ketë dhënë atë shkëlqimin e fundit final mbas atyre punëve masive dhe investimeve masive që Kisha Ortodokse bëri në atë periudhë. Dhe tashmë është një manastir shumë i bukur për të marrë shembull. Që shpreha që manastiri do Kallogjerin e vet, ose i do Kallogjerit e vet, është shumë e rëndësishme. Kjo është një gjë konkrete atje, e ndodhur në këtë manastir. Por që gradualisht tash duke vazhduar historikun e restaurimit, mbaroi restaurimi fillimisht i kishës së Shën Kozmajit, u arrit në atë kuotën që duheshe, u gjet dyshemeja e vjetër, u restaurua muret ansor, u rikompozua saksisht çatia sipas kuotave të dala, u vu në pozicione vet dera kryesore e hyrjes, ka një derë shumë interesante sepse është e gdhëndur dhe i vjen në forma të lakuara dhe me harqe deri sipër, pra ku një murg mund të futesh lirisht, por ishte aq sa duhet ishte një njeri që murgu bashkë me ato veshjet e veta të futesh direkt në kishë. Pastaj një fazë e dytë ka qenë mbas kësaj u bë përforcimi i argjinaturës dhe paralelisht me këtë u bë dhe restaurimi i pjesës së mbetur të kishës Shëmërisë. Kisha e Shëmërisë më e hershme se sa kisha patjetër sipas historikut dhe arkitekturës si profesion. Kishin ngelur pjesë të afreskut, njëkohësisht struktura ishte dëmtuar shumë nga prezenca e lagështisë për një periudhë shumë gjatë dhe ishte në qell të hapur. Kishte bindë shira, dëmtonin afreskun aty, binde dielli, e thante, e dekolorizonte, binde prap shira, ngrica në moment caktuara, pra ishte edhe mënyrës si kishin mbijetuar e kishë dhe pjesa e afreskut ishte për t'u habitur. Fillimisht bëm një strukturë ndimse të madhe mbrojtëse metalike, domethënë i cili konsiston në 2 kolona dhe mbi atë në formë konsoli në të gjithë gjerësinë ku gjendeshin këto rënojat dhe muri mbetur dhe pjesa e paraqisit të Shën Kozmajit. U mbulua me një llambarinë e cila është rezistente dhe sot kësaj dite vazhdon ta bëjë punën e vet, për ta shmangur nga shiu i drejt për drejt, për ta shmangur nga rrezet e diellit drejt për drejt. Dhe pastaj fillua me konsolidime. Fillimisht u bë konsolidimi i mureve, u bë çatia në pjesën e ajatit verior ku ishte edhe parakisi i Shën Kozmajit, i cili i kushtuai një kujdes i veçantë për ta trajtuar dhe për të rikthyer në gjendjen që ai ka qenë në momentin e lulëzimit, atë moment ku Shën Kozmaji u varos atje dhe u kthye në shenjtar. Dhe asaj arritëm duke krijuar gjithë dyshemet me tulla ose me pllaka qeramike të punuara me dorë, vari i Shën Kozmajit dhe pllaka e gjetur u vendos pikërisht në atë vendin ku duhet ishte dhe është bërë një paraklisi i vogël të cilët njerëzit edhe i luten Perëndis, edhe i luten shenjtorit dhe mund të ndezin një qiri atje. Kjo ishte faza, si thua, mbas përforcimit të argjinaturës dhe faza e tretë ishte ringritja e këtyre konakve të gjurmët e cilave dolën mbas heqjes së Baltës, të cilët nuk dijeshin që ishin atje. Dolën shumë bukura, gjithë kolonat
Se mendoj fillimisht ishte vetëm kisha atje. Ishte vetëm kisha dhe ishte vetëm ajo, domethënë që dukej. Po. Patjetër që atëherë ka qenë padërtologu, ka qenë drejtuesi i zyrës shërbimit teknik, me një përvojë shumë të madhe në restaurimin e monumenteve, po dhe në njohjen e arkitekturës kishtare. Qoftë ai drejtonte në atë kohë drejtonte dhe këto kampingjet e rinis nga ana shpirtërore, por dhe involvimin e rinis në programe të caktuara brenda këtyre kampingjeve. Pra, domethënë siç tashmë e mësuar, tradita jonë është e tillë që kur je në kamping ti lutesh, patjetër ke atë lutjen sipas të gjithë programit që ka, domethënë mëngjesorës, liturgjisë, mbrëmsorës, pasdarkës së merat të gjitha dhe ndonjëherë edhe agripnin. Por njëkohësisht në pjesën e shërbimit për sa i përket përgatitjes për jetën e përditshme që janë gjërat e nevojshme të një kampingu, por dhe puna, pastaj që ishte dhe kjo punë u shfrytëzua në sensin e mirë të fjalës, që të zbuloheshin ato që padër teologu dhe të tjerë që kishin njohuri mbi manastiret dhe mbi kishat, mendonin që kjo që shohim ne është vetëm pjesa e sipërme e icebergut. Pra pjesa e poshtme do të ishte poshtë baltës. Dhe kjo ndodhi faktikisht. Dhe ne filluam bëm një rilevim shumë të saktë topografik dhe arkitektonik të pjesëve të mbetura të konakëve. Bëm dhe gërmime në formë sondazhesh, pastruam dhe nxorëm në pa gjithë gjurmët e vjetra të konakëve dhe fillimisht bëm një projekt pastaj këtu në Zyrë dhe e ringritëm në projekt ashtu siç ishte manastiri në kohën e tij flurizimit. Kjo fal njohurive tona patjetër për arkitekturën kishtare, duke njohur gjithë periudhat, natyrën, tipologjinë e ndërtimeve në zonën e Muzeqes, sepse çdo zonë ka të vetën, por Muzeqea është pak e veçantë. Dhe njëkohësisht ne zbuluam që pjesa e poshtme ishte prej guri, dhe harqet këto dhe muret këto e tregojnë, por pjesa e sipërme ishte ndërtuar me çatma. Pra i teknike përdorur shumë herë në ato periudhën e çatmaja ishte një teknikë e përdorur në shumë zona të Shqipërisë, por kryesisht përdoreshe në Muzeqe, sepse në Muzeqe mungesa e gurit ishte kryesore, pra nuk ta gjej kollaj të porosisit të transportoje etj. Teknika ishte delikate e ndërtimit, sepse vetë zona ishte një zonë pothuajse gjysmë moçalore me shumë prezencë lagështie nëntoksore etj. Pra ndërtimi dy kateve prej guri krijonte probleme ose do krijonte probleme në të ardhmen. Dhe ishte zgjidhur në këtë mënyrë që kati përdeshje prej guri mbi të ndërtoheshe me çatma. Teknika e çatmas njihet që është me strukturë druri, ristela në formë në vend të suvas që ne njohim teknikisht, vjeshe një lloj suvaje, po themi popullore, që ishte bërë prej balte, kashte diku në momentet e caktuara, por dhe lesh dhije të përzier, që krijon një strukturë dhe kjo është suvaja dhe mbi këtë pastaj lyeshe me gëlqere dhe kaq kjo ishte muri tipik i çatmas. Patjetër që ne nuk e bëm me çatmas, sepse ajo është një teknikë që është i përket historisë, i përket nuk është se tani përdoret ose ka mjeshtra që e përdorin, por që ndërtuam strukturën e katit të dytë ose katit të parë mbi katin përdhe, me një teknikë këtu shumë të lehtësuar, po me të njëjtat dimensione, me njëjtat element, duke referuar te fotografive që ne kishim. Fatmirësisht kishim fotografi nga Manastiri i Shëgozmajt, pa u rënuar, dhe kthyem konakët që janë nga lindja, i rikthyem në formën e tyre. Konakët që janë nga veriu, po i rikthyem në kohën e tyre. Këto të dy konakët në formë 90 gradë krijojnë një pamje shumë të mirë dhe gjithmonë murgjit ose njerëzit besimtarët që janë atje gjithmonë janë të fokusuar te kishat, te dy kishat që gjenden përballë këtyre konakëve dhe gjithmonë në çdo pikë që të rish, gjithmonë fokusi kryesor është kishat, ashtu siç duhet të jetë një manastir. Dhe gradualisht u kthyen dhe hyrja këmbësore e vjetër e manastirit, që ishte një hyrje, si thua, për njerëzit që e vinin në këmbë. U gjetën gjurmët, u gjetën kolonat e rëna aty, u rikompozuan edhe një herë dhe u krijua. Kemi dhe hyrjen pastaj që ku hynin kafshët, që është në krahun e majt, një hyrje e gjerë, e madhe, e plot, e rikthyer dhe që kanë krijuar imazhin e plot të manastirit të Shëgozmajt. Që ne dikur kur e kishim në për kompjuter që kishim bërë ato maketet tona në projektet dhe programet që punojmë neve, dukeshe shumë e bukur që a mund të realizonim dot. Tashmë kemi të realizuar dhe në raste të caktuara kur fotot
mbas mbarimit të këtyre punimeve në manastir, diku do të kenë mbaruar nga viti 2007-2008, punimet e fundit. Arritëm që edhe nga fotografia atëherë s'kishte dron, por edhe me helikopterët që lëviznin në atë kohë, të merrin disa imazhe nga sipër të manastirit. Dhe kur I krahason maketin, projektin tonë me ato imazhe të asaj periudhe, të atij momenti që sapo kishte mbaruar manastiri, duke qenë si dy pika uji, sikur ishin dhe ky ishte maketë, sikur ishte origjinal, domethënë, por patjetër bërë punime shumë të mira. Dhe shumë për kushtim, patjetër që ka ndihmuar Perëndia, sepse edhe shenjtori vet, dhe gjithçka ishte, ne kemi fotot gjatë punës se si ato kolonat dhe qemerët e gjetur në balt, të shkatruar materiali lidhës që binin direkt sa I prekje, të përforcuara me materiale, të futura me zëmra betoni dhe fije ekurit, të cilat nuk duken me pamje të jashtme, por janë diskrete, por janë shumë të fshehura, por ato e mbajnë strukturën aktualisht dhe ka rezistuar kohës, u bë gati 20 vjet që është mbaruar si ndërtim, por që është një manastir të cilin ne krenohemi, ne shkojmë vetë patjetër atje, domethënë në nivelin e një besimtari që rikthehet gjithmonë në një manastir mrekulli bërës, siç është manastiri I Shëkozmajt, por njëkohësisht dhe me atë krenarinë që kemi të fshehur, por kemi brenda vetes tonë që u ndërtua me fondet të Kishës Ortodokse, me kujdesin teknik të Kishës Ortodokse dhe me një përkujdes të dedikuar të kryepiskopit Anastas, të ndirit kryepiskopit Anastas, dhe që u krijua ajo, si thua, rihetëzimi I këtij manastiri me përmasat që kishte, njëkohësisht dhe puna e murgut që sot kujdeset për atë manastir, e kanë kthyer atë në një pikë shumë të rëndësishme, dhe nga ana estetike, por dhe nga ana fetare dhe shpirtërore. Joani tani kur shkon tani si vizitor, që e sheh, mendon se është bërë më mirë në këtë, pra restaurimi ka qenë nga më të mirë që mund të bëj? Shiko, aty çdo gjë u kthye në vendin e vet. Ne gjithmonë është një nga rastet më të veçanta, sepse në kishat e tjera kur ti e shef objektin mund të jetë gjysmë I shkatruar, I rënuar, por ama e ke atje. Kurse aty ne vazhdonim, punonim, pastronim, grumbullonim material deri te gozhdat e këtyre patkojve të kuajve, sepse diku kur në krahun e Majt, pa u afruar Kizës Shëmërisë, por shumë shpejt afër derës portës së Kazhëve, aty ka qenë një lugë, që të cilët aty janë akoma, ku I edhe ushqim kafshëve, I edhe ujë etj, dhe aty dhe edhe një farë mënyre siç bëjmë sot që frym gomat e makinës, shohim, bëjmë një kontroll para se të nisim, aty kontrolloheshin dhe kafshët, ai ishin në gjendje për të marrë një shtektim më të gjatë, një ditor, po themi, për të vajtur në hanin përkatës ose në zonën përkatëse. Dhe aty mund të mbërtheheshin dhe të rregulloheshin edhe patkojnë pra kafshë, dhe aty kemi gjetur edhe kështu gozhda patkoje të asaj periudhe, domethënë të periudhës 1800-s. Dhe para tash ajo ka marrë të gjithë formën e vet. Në një situatë tjetër dhe duke mos qenë Kisha Ortodokse, siç jemi ne tani dhe siç është zhvilluar Kisha Ortodokse dhe përkushtimi që ka çdo antar I administratës pa dhe klerikë Kishës Ortodokse, duke qenë patjetër të udhëhequr nga në hierarkike nga kryepiskopët, Joani kryepiskopi sotëm, por edhe I ndjeri kryepiskopi Anastas në vitet e kaluara. Vetëm kjo mund të bëheshe nga ky lloj administrate mund të bëheshe kjo mrekulli. Ndryshe ajo kishte të ngelur e zhytur, ai manastir të ngelur zhytur. Njerëzit do fillonin sepse fondet janë të rëndësishme patjetër, por përveç fondeve nuk mjaftojnë vetëm fondet, duhet edhe shpirti. Pra të bashkuar këto me mendimin e Perëndisë u arrit ajo që ne shohim sot, që gjithmonë kur shkojmë atje, ndjemi kënaqësi që kemi punuar atje dhe që ajo me vërtet është vlerësuar. Pra, Perëndia dhe I shenjti e kanë ndihmuar atë manastir që të marrë shkëlqimin e vet. Dhe unë them që pa ata vazhdojnë kujdesen me se thua me ndihmën tonë ose duke na shtyrë neve në drejtimin pozitiv të kujdesës për këto monumente. Joani, unë të falenderoj shumë.
Edhe ndoshta gjej edhe rastin nëpërmjet mediason të kishës son, pra medias ngjallje që të ftoj të gjithë besimtarët, por jo vetëm gjithë dashamirësit e kishës son, që kur të shkojnë në Myzeqe, të shkojnë ta vizitojnë edhe manastirin e bukur të Shën Kozmajt, sepse sot edhe ne nga ato fotot që shohim në rrjetet sociale, nga vizitorë, nga miqtan që shkojnë e vizitojnë, të gjithë mbeten të habitur dhe të lumtur gjithashtu që kanë këtë thesar të madh, që posedojnë këtë thesar të madh. Me shumë kënaqësi të jemi në zyrën tuaj, në zyrën e bërthamës së trashëgimisë së Kishës Ortodokse të Shqipërisë, dhe kemi plot, ju keni qenë një autor e shumë restaurime të kishës, kështu që të kënaqësi të vijojmë ende bisedat tona edhe intervistat tona në të ardhmen. Gjithmonë jeni të mirëpritur dhe gjithmonë i gatshëm për të dhënë të gjitha informacionet dhe të gjithë ato po themi përvojën e krijuar për gjithë këto vite. Ju falenderoj shumë. Faleminderit.